Në vijim, në nderim të të gjithë heronjve, dëshmorëve, martirëve të luftës, luftoj për 1 minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar familje të dëshmorëve, të martirëve dhe të pagjeturve, të nderuar veteranë e invalid të luftës së ushtrisë shqirimtare të Kosovës, nderuar president i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bajram Begaj, nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës, Zoti Albin Kurti, të nderuar ministra dhe drejtuese përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, shkëlqësi ambasador, përfaqësues të trupit diplomatik dhe të forit, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës. 27 vjetë më parë, më 12 qershor 1999, Kosova hyri në një epokë të re lirie. Pas një periudhe të gjatë shtypjeje dhe pas krimeve që nuk i haron asnjë brez, lufta e ushtrisë shqirimtare të Kosovës dhe intervenimi i NATO-s detyruan makinerinë e dhunës serbe të tërhiqej përgjithmonë nga vendi ynë. A ditë mori fund okupimi dhe nisi rruga e Kosovës së lirë, që ndërton vetë të ardhmen e saj me dignitet. Kush e ka përjetuar atë qershor, e mban mend se si u kthye jeta në Kosovë. Kolonat e gjata që muaj më parë largoheshin nga vendi, tani po ktheheshin drejt shtëpive. Njerëzit dilnin në rrugë për të përqafuar njëri tjetrin, për të kërkuar të afërmit dhe për të nisur jetën nga e para. Mes shtëpive të djegura, por me kokën lartë e me dignitet. Ishte gëzimi më i madh i një populli i përzier me dhimbjen më të thellë të tij. Ajo dhimbje nuk i përkiste vetëm një familjeje apo vetëm një brezi. Ajo ishte e të gjithëve, sepse liria u fitua me gjakun e dëshmorëve dhe të luftarëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, me sakrificën e familjeve që dhanë gjithçka, me sakrificën e komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij, me vuajtjen e atyre që ndjetuan dhe me qëndresën e një populli të tërë që nuk u përkul as në ditët më të rënda e më të vështira. Dhe kjo rrugë nuk nisi në vitin 1998. Ajo kaloi në për ilegalen që e mbajti gjallë idealin e lirisë kur për të paguhej me burg e me jetë. Në për rezistencën e Adem Demaçit, të cilin 28 vjetë që li nuk e thyen dot. Në për demonstratat e vitit 1981 që nisën nga studentët dhe u bën zëri një populli të tërë, dhe në për lëvizjen patësore të viteve të 90-ta me presidentin Ibrahim Rugova. Para të gjitha atyre për ulemi sot me nderim të thellë. Krahas tyre kujtojmë edhe ata që lufta i plagosi në heshtje. Disa për tyre i kemi edhe në mesin tonë. Të mbjetuarat dhe të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës barta një padrejtësi që nuk ishte e tyre, por e kryesve të krimit. Republika i nderon dhe qëndron pranë tyre. Kujtojmë po ashtu gratë e luftës dhe të eksodit, luftaret e lirisë dhe nënat që mbajtën familje gjallë në ditët më të vështira. Por liria jonë ka edhe miq që nuk i harojnë, edhe këta janë sot në mesin tonë. Falenderojmë Aleancën Veriatlantike dhe shtetet që intervenuan për të ndaluar gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, falenderojmë Shqipërinë, e cila në vitin më të vështirë të popullit tonë hapi dyert, shtëpit dhe zemrën e saj për qindra e mira të dëbuar. Prania e presidentit të Shqipërisë, Zotit Bajram Begaj, sot këtu dëshmon atë që e din të gjithë. Liria e Kosovës është gëzimi i përbashkët i mbar kombit shqiptar. Faleminderit president Begaj. Tani nuk du ta zgjas më tepër, sepse kemi edhe fjalë të tjera, por dua t'ju falenderoj për prezencën tuaj sot
për ndihmën e madhe që i keni bërë Republikës së Kosovës. Institucionet e Republikës së Kosovës tani po punojnë me përkushtimin maksimal që ta kemi një shtet edhe më të fortë, edhe më të drejtë, edhe më të denjë. Ju falenderit shumë. Është një nder i veçantë dhe një emocion i thellë për mua sot të jem mes jush në këtë tokë të lirisë për të kërkuar së bashku 27 vjetorin e shkriimit të Kosovës. 12 qershori është një datë e gdhënur përgjithmonë në memorien historike të kombit tonë. Kjo është dita kur triumfoi liria mbi apartheidin, shpresa mbi frikën dhe e drejta mbi padrejtësinë gjenocidale. Liria e Kosovës erdhi si produkt i sakrificës sublime të mijëra burrave dhe grave, i luftës heroike të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe i vendosmërisë së aleatëve tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-s, aleatëve e partnerëve tanë, të cilët u rrethuan në anën e dur të historisë. Sot ne përundemi me mirënjohje të pakufishme përpara dëshmorëve të lirisë, përpara prindërve dhe familjeve që mbajtën peshën më të rëndë të luftës. Njëkohësisht, nderojmë kujtimin dhe trashëgiminë e arkitektëve të shtetësisë së Kosovës, në krye me presidentin historik Ibrahim Rugova, vizioni dhe urtësia e cilit ndërtuan themelët demokratike dhe orientimin e palëkundur perëndimor të këtij shteti. Nderojmë sot kryetrimin dhe kryekomandantin të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Adem Jashari dhe familjen e tij dhe gjithë qytetarët e lirisë. Kujtojmë sot dhe nderojmë rezistencën e Adem Demaç. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, mendja dhe zemra është edhe në Hag, aty ku krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës po përballen me një tjetër betejë, në një proces që rëndon si një padrejtësi e madhe historike. Ata që lloqën popullin drejt lirisë, sot po paguajnë një çmim të lartë për të mbrojtur dinjitetin e një lufte që ishte e pastër, e drejtë dhe shkrimtare. Nga ky podium sot, ne u dërgojmë mesazhin e mbështetjes dhe vllazërisë, se asnjë gjykatë dhe asnjë tentativë për të rishkruar historik nuk mund ta tjetërsojë të vërtetën e madhe. UÇK-ja nuk ishte agresor, por mburoja e një populli që po shfarosi. Besojmë fort se drejtësia do të triumfojë dhe ata do të kthehen fitimtar në Kosovën e tyre të lirë. Për Shqipërinë, liria dhe shtetësia e Kosovës mbeten një ndër arritjet më të mëdha të historisë sonë moderne kombëtare. Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete të të njëjtit kombë, të lidhura pasgjithshmërisht nga një vllazëri e pandarë. Sot marrëdhëniet mes dy shteteve tona janë më të forta se kurrë, duke shërbyer si një spirancë stabiliteti, paqe dhe sigurie në të gjithë rajonin tonë. Në një kohë kur konteksti gjeopolitik global po bëhet gjithnjë më kompleks, Kosova nuk përballet thjesht me sfida të konsolidimit ndërkombëtar, por me nevojën etike për të mbrojtur sigurinë, pasueshmërinë territoriale dhe sovranitetin e saj shtetëror. Përballë çdo kërcënimi apo tentative për të destabilizuar atë, që është arritur me gjark dhe sakrificë, gjua dhe përgjigjja jonë duhet të jetë e prerë dhe e qartë. Sa më shpejt ndërtimi i institucioneve të reja, më shumë punë për forcimin e shtetit ligjor dhe institucioneve demokratike, më shumë njohje të reja dhe antarësim në organizata ndërkombëtare dhe në NATO. Dua të ritheksoj dhe ripërsëris sot nga Prishtina se Shqipëria dhe Kosova janë gjysma të njëjtit trupi. Shqipëria është dhe do të jetë mbështetja juaj e palëkundur, e pakushtëzuar dhe e përjetshme. Shqipëria është dhe do të jetë zëri i fuqishëm i Kosovës dhe çdo kryesë diplomatike dhe arenë ndërkombëtare, duke mbrojtur me çdo çmim paprekshmërinë e kufive të saj dhe duke kërkuar integrimin e plotë të Kosovës në NATO, në Bashkimin Evropian dhe në organizata të tjera ndërkombëtare. Kosova e sotshme është dëshmia e gjallë se liria nuk falet. Ajo fitohet me qëndresë, mbrohet me dinjitet, unitet të brendshëm dhe punë të përditshme,
dhe mbështetet të miq dhe partnerët strategjik. Këtë trashëgimi të vyer kemi detyrim që ja përcjellim brezat të rinj, që ata të ndërtojnë të ardhmen mbi themelet e forta të kësaj historie të lavituese. Të dashur vëllezër dhe motra të Kosovës, në këtë ditë të madhe të krenarisë sonë kombëtare, ju përcjell urimet më të ngrohta të mbar popullit shqiptar. Qoftë i përjetshëm dhe i pacënuar kujtimi i dëshmorëve, lavdi për jetë, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës, TSK-n dhe institucionet e saj, Zoti e bekoft kombin shqiptar dhe miqtë e tij. Urime 27 vjetori i Shqirimit. Hugo.